Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot në Informohu edhe ti do të flasim për një temë që prek në thelb rritjen dhe formësimin emocional të fëmijës dhe të rinjve, dhe që shpesh niset nga aty ku çdo gjë merr trajt për herë të parë, pra nga familja. Familja është mjedisi i parë ku fëmia mëson të njohë veten, të kuptoj botën dhe të ndërtoj marrëdhëniet me të tjerët. Aty krijohen themelet e sigurisë, dashurimit, vlerësimit dhe respektit, ose për fat të keq aty shpesh mbillen edhe pasiguritë, ndjesia e fajt, frika apo mungesa e vetvlerësimit. Në një kohë kur gjithnjë më shumë të rinj përballen me ankth, ndjenja vetmie, pasigurie, presione të brendshme dhe kriza identiteti, është e domosdoshme të kthejmë vëmendjen te mënyra se si komunikojmë me fëmijët tanë. Fjalët që përdorim, mënyra se si i qasemi ndjenjave të tyre, prania emocionale apo mungesa e saj, të gjitha këto ndikojnë në shëndetin e tyre mendor. A mund të rritet një fëmijë i sigurt emocionalisht në një shtëpi ku mungon komunikimi i vërtet? A ndikon sjellja e prindërve në mënyrën si një i ri e sheh veten në botë? Për të reflektuar mbi këto pyetje dhe për të kuptuar më mirë se si ndikon familja në ndërtimin e një të riu të qëndrueshëm dhe të shëndetshëm mendërisht, kemi kënaqësinë të jemi të mirëpritur tek Domnosh Gjolaj. Faleminderit që keni pranuar ftesën tonë. Faleminderit për juve që interesohen temat e tilla. Atëherë unë do filloj me një fragment nga libri Fëmia, pasqyra jote. Në qytetin tim të lindjes jetonin një nën dhe bija të cilat ecnin në gjumë. Një natë, ndërsa heshtja mbështillte natën, gruaja dhe e bija ecën të fjetura dhe u takuan në kopshtin e shtëpisë, mbi të cilin kishte rënë një tis mjekulle. Nëna foli e para. Më në fund, mund të them gjithçka, armike. Ti që më shkatrove rinin dhe ke jetuar duke ngritur ekzistencën tënde mbi rrenojat e simes. Kam aq dëshirë të vras. E bija ju përgjigj kështu. Oh, grua e urryer, egoiste dhe plak matufe. Po kërkon të më bësh të ndihem si ti. Do të pëlqente aq shumë që jeta ime të ishte një përsëritje e jetës tënde fatkeqe. Dua me gjithë shpirt të shoh të vdekur. Në atë çast këndoi gjeli dhe të dyja u zgjuan. Emma foli ëmbëlsisht. Je ti shpirt? Dhe bija ju përgjigj me të njëjtën ëmbëlsi. Po, jam unë e dashura nën. Atëherë domosht unë dua të ju pyes për këtë hijen, do të thotë që sapo lexova, dhe dua të di se si e shihni ju rolin e familjes në formimin emocional dhe mendor të fëmijës në vitet e para të jetës. Shqyqoni, pak a shumë këtë fjalën hijen i pare do të përdorin Carl Gustav Jungu, ma vonë do të hinë në psikologjin thellësinëve. Jungu bile në fillim ka pas dyshuar me pranua mesin e shkencetarve atë me lanën para psikologjin, sa i marrë me para psikologjisë, nuk ka flet me vën kufit njërës dhe tjetërës, por për me kuptua ma letë, ne sot i kemi, sipas disave, 4 dritare, dritare që komunikojmë, merrna vesh sjellna. Dritarja e parë është tonë e dinë se kush jam unë, Donoshi, unë e di dhe tjerë të dinë. E dinë me çka merret Donoshi, si flet, çka flasin njëri me tjetrin, të njerëzit kur nuk vinë në konflikt, domethënë kur janë në rrafshin e të dritares parë. Do të thotë, unë si Donoshi di se kush jam, e tjerë të dinë se kush jam. Dhe sot pak a shumë e dim në komunikimin e përditshëm, njerëzit shumicën kur rrim dikun së bashkut, sa ke rrogën, si ban, çka ban tandi, çka punojnë, e këto gjëra, si diku veshet, si diku sillet, çka bën njëri, çka bën tjetri. Kurse dritarja e dytë është, unë nuk e di, por tjerë të dinë. Dinë për veten time. Unë nuk e di si po më rrin flokët, ai era i balit, po nuk e di a kanë diçka shkruar të mrapa shpinët, më duhet në pasqyrë se unë nuk e di, po tjerë të dinë.
Në qovë se dishoni me dikon u prish, tregoni të vërtetën që ai nuk e din, dhe ai do t'ju thotë si një shpifca, e ushtjen domethënë një rrugë e cila nuk ka kthim, por shëmëtohet. Kjo është rruga më e mira me përdor për ata që dishojnë mu korrigjua, mi hiek ato të meta që i kanë, ndoshta gjatë natë gërhat ose shumë gjëra të tjera. Kurse xhepi ose dritarja e tretë është kur kush nuk e din se çka kam në zemër, çka unë androj. Vetëm ati ku i tregoj. Tjerët nuk e din, por unë e di. E zakonisht të shqiptarët e këta që kanë marak me shtin hunë gjithkund kanë marak me dritë me çka ka dikush në xhepin e tretë, ja lexojnë telefonin, e kçyrin me ka fole, me ka shkuar, si ka shkuar, domethënë interesohet xhepi i tretë që nuk është e lejueshëm dhe që dhe qenë ajo private ma intime. Për këto tri do të bisedojmë, do të bisedoj për xhepin e katër. E xhepi i katër tjerët nuk e din, asë nuk e di. E tash kjo është tu vjen hija. Dhe xhepi i katër, edhe tash banda pak edhe nga psikonalist, pse jo, domethënë të fillojmë me hulumtuar këtë xhepin ose dritaren e katër. E këtu e kam dhënë tri grupe. Grupi i parë është ajo individual, me cilën a marr Freudi, Sigmund Freud, edhe aty përbajnë prej barkut nëns, deri sot gjitha gjandat i bajnë me veten. Kur gjas na ka shkuar hup, po i bajmë. Po janë tashën botën e pavedijes në këtë hijen, rrafin e hijes. Edhe këtu do më thoni kemi shumë elementet që do të nollin. Që nga barku në nëns, që jem deri do më thonë si ka përjetuar nëna shtatzanin, ushqimin, ose shamata, deri që t'lind. Po ashtu kur t'lind, i kemi prap paka shumë disa elementet të cilat ndikojnë në jetën e përditshme që kemi pas problemet. Na zakonisht kur kemi problem si të rritën, na më njëherë menojmë dia për ditë, po harrojmë domethënë që jem kanë atë muajin barkun e nëns. Nuk e dim si na sjell nëna, nuk e dim si na sjell bashorti me ta, nuk e dim çfarë ushqimit ka pas, hajpin duhani i lnom, nervoz, depresionet, ankthit e çka po diun. Të gjitha ndikojnë në frytin e dashurisë. Pastaj kur ka lind, a ka vunë një herë në parzën? Nëse nuk e kanë vunë në parzën me një herë, ai kur të rritet ka me pas problem xhelozin, për shembull. Se ai ka me kanë xheloz, se nuk i beson vetes. E kur nuk i beson vetes, nuk i beson as i tërkujna. Krijohet ajo xhelozia e cila i çkadron energjitë e sotme. E dipin e ka këtu. Se në barkun e nënës gjithmonë e kanë dëgjuar domethënë zemra ka ban tike taka, edhe ka pas besim. Kur ka dalë sa ma kësa. Edhe është të merë për të minë dhe kënë i vedishëm, atë merë më i madhë. E dytë e ngrohësia. Në barkun e nënës ka pas ngrohësi. Temperatura e trupit 36-37, kur ka lindën temperatura e lomës, domethënë 20-21 sa është, edhe tash kjo ngrohësi i mungon, nëse nuk ka vunë parzën të mamës. E pastaj përfitohet, domethënë e hun këtë ngrohësi kur rritet ka me këtë njëri pa ndjena, domethënë ka me këtë, domethënë mund me kënë sadis e shumë gjanat tjera pa shpirt, njerëzit e tjerë sot që janë në me thesën, në në zotit këta, e vrasin vetin, vrasin tjetën, s'ka ndjene votën emocionale që u mund në njërë totale. E këto i gjemë në mesin e të tjerëve edhe të psikopat, njerëzit ftoft. Ai mund me hagër nënën e vetë me qoptua, me bu frigomifer, edhe aje s'ka njene se që në të va. Do më thonë, është kjo do më thonë. E treta është elementi kur ka lind, se ka ftyre e mamit. Së më jashtë ftyre, në vërtet gjithë e mamit, ftyrën e mamit. A kanë mami e gëzushëm, e fatlume, se i ka ardhë, pa ka ilnume, piklume, i ka lethmi, se zakonisht fëmijë parë ku lind, nuk ka që i bukure, ose ka probleme burri me tjertë, pa me ftyrës. Në rritin e ti njerit ma vonë, ka me pa këtë që thonë kompleksin e dipit, kompleksit që
narcisoid, se kur e shen nënën e gëzushëm, ti e she veten. Që interesant. E shen nënën pikëdhume, e mbushëm se fytyra flet mjaft, syt flasin mjaft, sjellja flasin mjaft, atëherë kur nuk jo këta tipare e shen nënën e brengosën. E kur rritesh me pas probleme vetveten, se kur si mëso me pati fytyrën tënde, në realitet se i do të shohsh se nuk pëlqen. Logët nuk pëlqen, huna nuk më pëlqen, te shumë gjanat e tjera, domethënë prej ka burojnë do elementet e para fillim të lindja. E unë i quaj 3 lindje. Kjo është lindja e parë me cilën bisedova, kemi lindjen e dytë, kur himen moshën e Edipit, djem zakonisht dashurohen me nana, e vajzat me babën, djem sillen si baba, një baba arrogante, i vjen derë se më shtjeli vërtet kështu, edhe do të sillet këtë mënyrë, kurse vajzat do të sillen si veshet nana, si përpizulloset nana, rregullohet nana, atjena sillen por dashurohen në babën. Domethënë kjo moshën e Edipit a diçka normale. Po nuk ka normale kur hinen, si thon, ditëlindjen e tretë në pubertet, atë nuk ka më normale. E duhet domethënë prindërit të qenë të kujdesshëm, si nana, si baba, mos mi përdor disa termet, cilat janë princeza ime, princeza e babse, e këto ose djalit ja napin epitetit, djali mu me gjithë çka e vajza joa, nuk i dallojmë domethënë do gjana që fëmijëve nuk duhet servohen që fillim. Fëmija duhet me pas qartë, unë domethënë baba e nana jem baba e nana tut, si jem as burr as grua, domethënë dashur e të këto. Domethënë kam e kanë kohë për të, por si e, domethënë me pas qartë fëmija ka dalë, sepse këto pasojat janë shumë të rana, e din të gjersfishta kur e përshkruas si për kështjella, si për pak, duke gjak hashin bashkë. Djehra më kanë shumë e bukur e mrekullueshme, e mirë e shajt, nusja që ka ardhur po aftu, po nuk shkojnë mirë, njëra me tjetrën. Arsyeja është se nuk kanë zgjedhur kompleksi i Edipit. E ky kompleks kush ka me zgjedh, atëherë burri. Për mos më ardhur deri këtu kur vjedisona kompleksin ku e kemi këtë problemin, kompleksi i Edipit duhet më shërua në fillim, të janë pasojat e mëvonshme. Pastaj kem të ditëlindja e tretë që janë puberteta. Puberteta për vajzat është shumë lehtë e kuptojnë, domethënë kur e kanë menstruacionin e parë, të djem kur është derdhja e parë, po ata zakonisht nuk dinë tamam se shumica raste ndodhen fjetje, andhra, që po dinë, domethënë nuk e dinë, nuk kanë sigurt, por atëherë fillon. Deri tani janë kanë fëmijë, tash janë bën mashkull, janë bën femën. Mashkujt janë tash. Ma vonë kanë bën edhe baba e këto, femrat kanë më bën nana, po janë këto. Edhe to domethënë e rëndësishme ai humusi toka që duhet të di prind me bisedua njëra me tjetrën. Kto janë domethënë 3 ditëlindje të cilat kanë pasojë të mëdha në jetën e përditshme. Domethënë jo vetëm se kanë pasojët, por kur du mi zbërthye gjanat, a shumë mirë me shko mi analizua. Se në këtë pa vedijen që e thame të Freudit, kjo është individuale, e një rast timin për shembull emnas po i nap, luk doktori ma qënë një paciente tina, një grua e moshume, ligjeroshëm Shkodër, e gjatë ligjerimit më thonë se të po thret dikushi. Ati të regohet të mpresin sa të krej ligjeratën, thotë më ka qua luk doktori. Çka është problemi? Problemi është ajo asaj zehet fryma. Domethënë s'mund me marrë frymë. Edhe shkon te doktorët të bën shikime gjithçka në rregull. Gjaku në rregull, po tash nuk e din pse hin. Atë bisedë, analizat se tash po na marrin për këtë hien me gjithë hien. Se rëndësishëm është të psikoanaliza dhe gjithë ku aneni i bën. Edhe pyetjet e lloj-llojshme që i shtroshëm, që din prej fëmijërisë hershëm, atë kanë bisedu nëna lindjen tënde këto,
por i kujtohet domethënë se kur kalin vajzë. Nuk e kanë pas qetë vajzat. Një antar i familjes ka marrë jastekun ja ka vu me myt. E mrena se kofët barësisht nuk arrin me krye këtë akt, vjen gjyshja himren prej friket e hek jastekun. Por kësa i ka met deri tani. E kur e zgjedh këtë problem, domethënë ke gjithë ku anë neni, që është mirë me ditë, edhe tjerë, nuk ka vetëm kjo, ka shumë raste që pa e zgjedh na nenin, na nuk e zgjedhim problemin. Na moj me marrë ilaçe, e me na shkruaj psikiatri ilaçe të doktori e këto, por nuk na ka shërua. Ai do me shërua, ndoshta ata si ka vu diagnozën, por jo me gjetë nenin. Kur gjetë nenin se nevoj ma ilaçe, mas kur gjë dhe s'ka pas problem. Domethënë kjo është ajo individuale me cilët e marr Freudi, sot merr shkolla e Freudit, avancuar, nuk është ajo me pas paragjykime me Freudin e dikurshëm, por është edhe Freudi i ri shkolla që ka ecë për parën, bia e tij e ka pa avancuar bukur mirë, që ka marrë me 33 fëmijë. E kemi tash këtë tytën, ajo familjar. A marrë Skondi, Leonard Skondi, i cila ka qifut për ardhen, prej Hungarie, ka jetuar në Zvicër, ka shkollën e tina, është mes Freudit edhe Carl Gustav Jungut, lidhësja, edhe merret me familjet. Domethënë, çdo gjë që ata shkruan për nanet, për babet, për gjyshit, tërgjyshit, katërgjyshit, si nga ana e nënës, si nga ana e babës, i bëjmë me vetin. Dhe të gjëna pak a shumë kjo hije që e bëjmë në me vetin, është që na damton do gjëna që nuk i di. E këtu nuk pun me ditë atë se që ka në nënës, që ka në babës, ose gjyshit, tërgjyshit. E këta është e rëndësishëm të ëndrat. Ëndrat janë ato që plasin mjakt. Bile Carl Gustav Jungu e ka pas shprehit gjithmonë nuk ka thënë pacientet që kanë ardhur te ai, a ke pa ndonjë ëndër? Në qoftë se jo, atë i thua, si kishe me pa ti ëndër? Dhe baza sa që si kishe me pa, ka analizua në gjithë domethënë ku problemi. Këto janë pak a shumë burojnë këtu. E këtu është merret sot shkolla e Leopoldit, Skondit, i cili domethënë e ka qenë në Zvicër e me këtë fushë. Kurse e treta, domethënë kjo bunkeri, më thonë këto bunkerit e pabedishën të ije, është Carl Gustav Jungu, i cili e ka krijuar këtë teori se rreth një ëndrret, cilën e ka zbërthyer mas 33 vjetëve. A ka thënë i vogël ku e ka pas se ka shkuar në poshtë, në do bodrume, atje do skelete, do njerëzit e vdekur, çka. Por atë ka ardhur deri te krimi i hijes, bota e pavedishme kolektive, që është e tij, e individuale, e a marrë këtë fushë. Dhe këto është ma zërë tash me zbërthye problemin tonë, se këto janë edhe simbolet, shenjat, cilat mujnë me dalen ditë, dritë, pikrisht ashtu janë zbuluar edhe hieroglifet e këta nëpërmes këtyre elementeve. E këto janë 3 bunkert e pabedis që janë ato hije. E në to hije ne i dim ose i zbulojmë pikrisht kur dim të deshifrojmë. Qoftë nëpërmjet ëndrave, qoftë diçka tjetër. Individuale pa me është ma lehtë. Se është individuale, ajo hija, po këto më pak ma zorshëm. Edhe mjeshtria, bukuria e jetës është që si dim në me gjithë ato nene ku janë krijuar. A vjen prej bunkerit kolektiv, a vjen prej bunkerit familjar, a vjen prej tejet, prej që e kanë bërë nënës deri sot. Domethënë këto janë elementet të cilat është mirë të dim edhe këtu. Pastaj kemi kur jem këtu të hija mi zbërthye gjanat, e kemi këtë kompleksin, edhe kemi refleksin mbrojtës. E çka refleksin mbrojtës? Atë si shembull këto i bukur e përdore shpeshherë, Adam çka ke bën?
Dhe Adami në mënyrë ironike thotë se ka ba unë, po e ka ba gruaja. E bile jo që ti ma ke dhënë. Çka bën e Evë se ka ba unë, po e ka ba gjartni. Çka ke ba Mark, jo ka ba Mrika, çka ke ba, ta ja la fajin tjetër. Dhe kjo të refleksim mbrojtës, që është interesant, sa më i pjekun anë njeri, këtë refleks nuk e ka. E ka zvogluar. Marrën si shembull Davidi. Davidi ishte mret dhe i ditë prej ditësh se a vera tash është e një hijet një lisit, e shë përskaj gruan e urit një oficirit tina, nuk do kalohet. Kësi mret e abuzon trupin e saj dhe që do të nëllë ajo me të shtatzan. E tash çka me ba? Do më thonë se qona e bota emocionale nuk është e logjikshme me qonë, sa me qua burrin me idejat natë, atër me qonë luft e me vdekin luft. Tash në tanin një profet, shkon e i tregon në njërë se ata ka metaforat e bukra orientalizmi, edhe i thot, një njeri ka i 100 dele. Një tjetër ka vetëm një dele edhe ka shumë bukur dhe e donë si sytë e ballit. Ky që ka 100 dele shkon ja merr i delen edhe myt shotin në shtëpi. Çka meriton? Thot dekja. Thot Davidi. Po ti ke thënë vetës se ti ai. Dhe tash Davidi e pranon fajin. Çka ka bë? Dhe nuk mbrohet, e thot prej barkut non se në zanë, të më thonë, në Katar. Për një të bëha Davidi i madh, se do të pranojnë, e nuk pajsua pse ka dalë tash ajo me ngucë se ka di që jam mretet, jam e ndjejet të tanë. Por nuk e pajson ata as pak, për asaj grus në vonë ka me lind edhe Salamoni. Dhe më thonë ka me pasë që ka refleksi mbrojtës. Të refleksi mbrojtës është e rëndësishëm me kuptua se jetë e përditshëm e cila në qonë të zgjellë disa probleme. Kemi sot probleme mjaft. Raportin prind me fëmijë, raportin burr me grua, raportet fëmijë me fëmijë ose me tjerët në shkollë. Do më thonë kemi tri probleme mjaft. Jo vetëm këto problemet, po kemi problemet thëmje ekonorës, jo besnikëria, çfarëzimi i djemve se zakonisht vajzat e kanë gjithmonë kur dashurohen dika, dashurohen e mënyra e dashurisë ma tepër erotike, po imagjinon djepin, imagjinon si ka me rrith fëmijën e më bën none këta, kurse djem fatkeqësisht ata nuk vjen fare se duhet nuk bën babe këta, po si me çfryzua dashurin, shpirti jem, zemra ime, po aty nuk më ka gjumi i natës, edhe në fund ma vonë kur krihet me ta, thot, e në falë se si e për mua, gjej dika tjetër. Të më thonë, kjo është ajo natyre e mashkujt, e natyre e femnëve, edhe shkelja, do më thonë, edhe në kunorë se kemi mjaft x këto probleme. I problem tjetër është, për shembull, rastisht e këkqyrë TV Bojinin Maturo Antus, e thom, e jem në Hollywood, a jem në këton tus, edhe mu kujtua një thanje e një njarit, një babs, si ka pas 2 djem, edhe qonën fush ku avun fusha e grunit, a grunit të rrit. Edhe njari prej djelve thot, e qërë sa ky arrit kalli nrejt, madh. Edhe ti dhe, hajde ti hjeken këta që disa janë të lakume, shumë se prej peshet e grunit janë të lakume. E baba i digjoni thot, bulta lej. E ju keni kryet e zbrast, si kanë këta kalli që janë rritë fort e gjatë, se s'kanë kokra as pak më nënë, e këta që janë, këta do një këta mi palua. Edhe këta do më thonë, ku janë gjithë ato makinat luksoza, janë maruha, janë renta, janë djeme, do më thonë për pyetje, po ata shtrova pyetje njërë gjithë, se me këtë dikur na kishë më thonë studentëve, marrë dikush me këtë fenomen ose dukuri,
që janë shumë interesante, do më thënë u kallëzua si kalli i grunit, i madh, i bukur, i hieshëm, mi pas makinat e bukura, mi pas elegante, robën, veshjen e fistanat e bathmet e, do më thënë, jemi në Hollywood atje, e çka është ironia, do më thënë, na jemi në tus. Do më thënë, edhe çka ke prej saj, na prej i natë dy nitë, si pak a shumë e vdehesh edhe ma vonë, jeta duhet me orën jetën reale. Do më thënë, këto janë elementet që është mirë mi analizua, e prindvet i ban pak a shumë hien me analizua kush. Kemi dy tipa fëmijëve. Fëmija oaz dhe fëmija që janë nervozë, shqetësuar, kryefort, që nuk janë oaz, nuk negojnë kur gjë. Fëmija oaz, ata negojnë rritën, janë pa mbarun edhe nuk ta trembëllojnë ujin. Kurse ta fëmija tjerë ta trembëllojnë ujin, ata ta kërkojnë ndihmë. Edhe zakonisht ku kërkojnë. Që pak edhe qesharake, mas pari kërkojnë me shku në laq, me shku në ustrok, me shku të në i falgjore, me shku të di me këtyr krypin, me këtyr këta, qka po di, dhe ma thënë me gjithë njërët se ku me shkua. E mas pak të tash shkojnë me kërkua, dhe ma thënë këtë hien ku, të vetja tyne. Se të thëmija janë ata të cilë, janë pafshqyre e prindve. Edhe tash kemi disa shembull për prind që nuk janë realizua. Po marrën si shembull, kem një vajzë, të emra gjithmonë i imagjinoj, nuk janë ashtu. Edhe po thonë Teodora. Teodora është në pubertet. A konflikt me babin. Do më thënë, aq konflikt sa nuk shihen janë artmisum në mënyrë të skajshëm. Dhe tash mas ca kove shkojnë tash te psikanalisti me analizua ku na shkaku. E në bisedën e epre ka dal, zbulohet se baba ka kursye të holla, ka shit edhe sehatin e xhepit që ka pas shtrejt, mja ble pianon vajzë Teodorës. E kjo pianon e ka urrejt. Edhe kjo ka thënë, s'ka thënë me ma blek pianën, s'ka thënë me e shit sehatin, më nuk më duhet piano. E në analizët e më bonshme, konstatohet se baba ka pas gjithmonë qef me pas ku në ka thmi ajt pianën. Po s'ka pas mundësi, fukara, s'ka mujtë. Edhe që ka ndodhin ma vonë, ndodhin se e zemësojnë me vajzën vetë një vletë tash vajzë. Kurse në pare dhe e blenë. E vajzën, thot që sa është arrogante, nuk ka falemderit, sa jam mënua për ta, gjithë që kam ba për ta, edhe që si ma këfen. Edhe në fundit atër, në analizën e epren dhe më thonë, kjo e pyet, po pse nuk e ke ble vetës? A mi a ble vetës që ka kanë me thonë tjertë? Ne jem dhe më thonë, ata që jem dar dikimin rrethit midis dhe që thot njëri, që thot tjetri. Pse kjo u veshtunet ose tjetra kështu. Do më thonë, këto janë elementet që i bën prind atër me shkua me gjithë. Sigurisht nuk duhet me pas në temat tabu, me pas psikiatrin, psikologën, se jo, dhe mu konsultuat sa shumë disa shqajet, cilët nuk i dim prej ka vinë, në që ose dimi analizua me gjithë neni. Kur e gjemë nenin, në i zgjidhin problemet. Mendoni se prindrit sot janë të vetëdijshëm, do të thotë për ndikimin e tyre emocional tek fëmijët, apo mungon ai reflektimi mbi këtë temë? Pak a shumë nuk kanë letë mu përgjish sa janë vetëdijshëm, se kur janë vetëdijshëm e bajnë diçka, po kur nuk janë vetëdijshëm humin, të më thonë, sensin e normales, sensin e shnoft, ose paraspeshin normales, e me njëherë reagojnë keq në këtë mënyrë ose tjetër mënyrë, vetë më shkua të mjeko specialistin me gjithë diagnosin e vërtet, kemë shkua të një falgjore, kemë shkua të ostrose ose këta,
Ato gjëna kanë me ndihmua, nuk po them se nuk ndihmojnë. Se them si për macën e zezë. Dhe shpeshherë kanë përdore, mos bëhet bajet, se 3 vetë udhtojnë, po të gurisht tuz, del maca e zezë, njëri prej 3-ve fillon me çajt. Qa ke maca e zezë? Çka do të më thonë? Diçka e keqe. Edhe këtyre, a do të ndodhë diçka e keqe? Edhe i ndodhë. O ban aksident, o dek dikuj, diçka e keqe i ndodhë. I dyti fillon me knua. Po ti çka ke? Maca e zezë. Çka do të thonë gëzim? Gjen vendin e punës, martohet, fejohet, diçka e mirë i ndodhë. Studentin e provimit i ndodhë i mirë. Njëjta maca është. I tretis nuk ban zgjan, e pyes na ke pas zgjan, po, çka i maca e zezë? Ka do më thoni jo, nuk i ndodhë kur gjan. Të gjana që i napin na pa vedijes, ty në bunkiret që i thashtë, se na i bajme vetin aq fuqit mëdha, që janë ajo kolektivet të njerëzimi, prej Adamit të që i bajmë, pas ta që i bajmë këto familjar, që i babe gjyshe, së gjyshe, 4 gjyshe që i shkojnë, edhe jo individual, ta në i bajmë e vetin. Edhe të ti si bos, shef, nep, urdhen se duhet diçka të mirë me nëllë, ka me të nëllë të mirë. Ne për urdhen me të nëllë diçka keq, ka me të nëllë të keq. Ne për urdhen, mos me të bënë kur gjanë, s'do kur gjanë. Qyrë filqanin, kur gjanë s'ka me të nëllë, si nuk... E po edhe për urdhen e keq, ka me të nëllë diçka keq. Pa marë prasysh, a ka di me bënë magji, atësisht magjia që ka po diun me të shërua, por ti e ke për dermanat punë dhe të ka bënë mirë, ose të ka bënë keq. Varet asë janë e për urdhen. Për ne të thomë, ashtë mirë do me thonë me që njerëzit që janë kompetent mu shërua. Tanë asë mu dhe nuk shëruan, po ato disa që shtypen një mas tjetrit kemë pa vedien tonë. Se për shembull e kam këtë liber, e baj kështu 5 minuta. Fillon dora më drillë. Në që se maj këtë 1 orë, tanë trupim drillë. Në që se maj tanë ditën, përfundojnë spitalet. A ka ndrua pesha? Pesha ka me të njajtë. Ka ndrua koha. Na që shtypin gjanat her pas heret, ato neve na çkatrojnë. E përket a shumë e rëndësishme në fillim me shkua, mu shërua minutat e parë, pse i ndohet, do më thonë, 5 minuta ditë pak e man, ajo nuk ka keqe, po keqe është kur e manë në vetin. Mushesh, deri që përcet. E këto prind nuk janë vedishëm, pak a shumë se çka po ndodh. Friga, friga, akthi, çka po ndodh. Dhe tu kjo elementet e mjaft, elementet e llojdhoshëm që mujë me ndodh. Prej fillimit, që thame, ose e ke vajzën, ose ke djalin, janë dashurume, çka po diun, diçka kanë konflikte ata, e nuk janë të hapur ndaj tjetrit, se frigohen me tregua, çka po diun, shumë gjëra mujë me ndodh. Për ata nuk është lehtë me ditë a fajte unë, të ti, a faj 2 anëshëm, sigurisht me ka edhe 2 anëshëm, se s'di me diskutua, me bisedua njëri me tjetrin. Se tu kemi disa shembull, për shembull, e ke nana, ka pas merak me kanë balerin. Edhe tash, insiston, bie me kanë balerin, ka ta, do më thonë, ankohet shoqeve, s'muj me dalë në shoqnin, me pi kafe këta, me një mas shkodhen duhet me shkon balet, dhe tanë kohën e myllën në balet. Dhe që nëllë, ajo vua nuk e dënë baletin, e urrin baletit, po nanat dishton, atë që kanë mugo nanës, më realizua në përmjes, do më thonë bajtës vetë. Ose baba, si e tha që e shembull ti e kem shumë shembull këtu, do më thonë, do në mu hakmar universitetit. Ashtë 45 vjeqar, baba, edhe ka shkuan universitet, njoftën, po semestrin e 3 e kanë përjashtua. Prise, tu. Tash e ka djalin, Marion, i cili a shumë i talentuar këtu, regjistruat e këtë universitet, shumë letë, po e ma vonë i kthehen me të zdo me bashkëdo këtë, se nuk i duket interesant, njerin e bajnë si robot, pjesë robotit, ata dishon filozofin, dishon gjëna tjera, edhe prishet me babën, shamatohet këtu,
se baba pretash jo e me kryo shkolla kështu, po mu hakmarë se në përmes djalit vetë do të kryjnë të universitetin prestigj. Do më thënë, këto janë elementet të prindve që ka në raport deri të fëmijët e tyne. Duhet të ndalem shkurtimisht pak sallet e konfliktet, se sa ndikojnë do të thotë konfliktet brenda familjes në zhvillimin mendor të fëmijës. E tash këtu është gjuha si dim me bën dialog me bisedua. Në qoftë se na bisedojmë në mënyrë konstruktive, e kema dialogun, digjojun ty me vëmendje se çka je të foli. Edhe pres deri në fund që ta krysh fjalin. Atëherë unë thom mirë, po e besoj se atë kam kuptuar. Në qoftë se nuk kam kuptuar ti e qaron se s'm ke kuptuar mirë. Se diku i kanë thonë ja, a ke andrua, atë e kur ke me andrua këtu, e ka kuptuar se tash kanë thonë kur ke me martua, kur ke me ndru vjenin. Do më thonë, sa shpejt ndron, do më thonë fjalit, ose në puni fjali njarit, shkon në vesh të tjetër, në fund desformohet. Do më thonë, ne e pesrit, atër ti e thua mendimin tënd. Edhe tash diskutohet, argumentohet. Si njëra si tjetër parë, nuk duhet me pas gjithmonë njëra parë në rejtë e tjetër jo, po dikush e 6-ën, dikush e 9-ën. Po da duhet me hien pamjen e tjetrit për me ditë me diskutua, me zgjidh problemet. Edhe a shumë i rëndësishëm besimi, se si thama dritari e tretë, aty nuk diskutohet as lehtë. Dhe në është mirë, do më thënë, kur nuk ka nevoja burri një tregua gruas, as gruaja burr për gjepin e tretë. As dashuruat që dashurohen për gjepin e tretë. Aja vota intime, herët e vonë kemu shamatu me dashurin ose me burr ose me gruan, e ta qetë gjepin e tretë. Ta e jeti në odoske mbrojtje. Se ti, edhe atë nuk klitet, i tregon ati që i beson, që nuk jeton gjithmonë me ta, edhe beson që nuk e qeten komunë. Se këto janë këto bisedat që du më mësua me ditë me bisedua, me pas kulturën e dialogut ose bisedes. Sot kur e këqyrim bisedat që ka të bëjnë parlamente, politike, asë njëri tjetër nuk njëri për krye tjetrit, ose në televizor, njëri për krye tjetrit, asë në shka ka dash një thonë, po me njëherë e shkurton, me njëherë do më thonë tregon mendimin e vetë, asë ajo zinë se çka ka dash me thonë, vetëm me folë sa ma shumë. Dhe për fund, çfarë do ishte mesazhi juaj për të gjitha familjet, për të kujtuar që dashuria, fjala dhe shembulli janë forca që formojnë një fëmijë të shëndetshëm mendërisht dhe shpirtërisht. Po tash unë po shkoj me këtë sindromin e rosakut. Është një rosë e vogël, kalin gabimisht, do më thonë, a kam roset e tjera, po ajo kam mjellën. Edhe tash, nana i thot, sa e qyqyllofë e mërqitu një e këto. Vërtet, të tanë tjerë tanë e shajnë e këto. Ate e vliashtojnë, e qesin për rrethitin. Nuk mund me i duru ma dhe shkonë në pyll, fillon dimni atje, një që me rrët në druvar, e gjen edhe bjen të shtëpia, edhe ka një gjele i matës. Gjeli fillon me hangër, matësa me gërvisht, prapa aty s'po me jetua. Ate shkon, fillon me dalë për ndjera, ishe mjellmet ka vinë në ujë atje. Edhe tash kjo tërpërohet që çka kanë me thonë. Mjellma e parë që ishe, shoqë, sa e bukur qenë ke, po i rritë që s'kem pa, hajde me neve. Po ajo shtruket, shiqov në ujë. Shiqon në ujë, eshe pashtyren, eshe vetën. Eshe nuk ka
Ros pa Kamilma. Me këtë shembull dëshiroj me tregu edhe prindve të tjerë mos t'jemi ne ata të cilët jetojnë, si thonë, prej menduamit, opinionin e rrethit, mjedisësit, çka thot njëri, çka thon tjetri, por krijojmë me pas identitetin ton, veten ton, mënyrën ton, e mos jemi gjithmonë ndikimin çka jep industria politike këto, sot këtë nesër ndryshe, por të jemi ata të cilë dim. Dhe për me ditë me zgjidh problemet, problemi më i bukur, më i miri është gjuha e dashurisë. Si dhe kanë treguar një shembull edhe përpara se djali 16-17 vjeçar vjen i ka bu baftën tenën, buzën, hunë, zifta, prind me rohen, edhe çka me ba? Po, psikoanalistiku thot, merr në gjuhën e dashurisë. Edhe nëna shkon e ble vet për ato vallë që i ka ai kutin, kur hjeken mramët dhe me fjetë të vend të shtrati, të thot biro, unë ty dua. Po batë nuk ti dua, po ty po. E për punë, batë s'ka më prish me ty, unë ty dua. Dhe më tha, gjuha e dashurisë. Ajo gjuha e dashurisë i te kalon gjitha paragjikimet, e mësohna me shku edhe nësi mjellma, me pa vetin, pa shqyrën tonë, e mos shqyrim se jem diçka tjetër që nuk jemi. Se i thonë sindromi Rosakut, edhe mos jemi edhe në kanë, besoj mjaft jemi në këtë sindromi, se ditë në tregon edhe këto që i kem pas maturet e këto gjana që i bajnë, pak a shumë, më përkujton se rrethit ban ashtu edhe unë tuat me pas se ka bajnë të tjerë. Të më thonë, kjo është një këshill që kishëm e dhënë të gjithve, edhe atë kishëm e dhënë si këshill, t'i hekim maskat. E në të si është koret, e është një ditë që kanë e koreve maskat, pa maskat s'klanë me hinë në restorana, mërën atje, t'i hekim maskat. Se maskat në mashtrojnë, se maskat dikur i kanë thana ai personaliteti, kemi në personin ton, individit ton, mendumit ton, dhe njëjtin ko dim se ç'a duam. Dhe ti kemi në dorë tona timonin e jetës, jo vetëm aq, por kur në botën emocionale, si jemi të përgjushëm, ose të për të hidhruam, mos vendosim. Njërë si tjetër kemë me vendos keq, por t'jemi ata të cilë kemë me ditë, me majtë baraspeshen, edhe me vendos atër kur jemi normal. Baraspesh. Atëherë, faleminderit për këtë mesazh, faleminderit edhe për ftesën që gjithmonë me gatishmëri e pranoni për televizionin ton për të zbatuar këto tema kaq të rëndësishme. Faleminderit edhe për juve, faleminderit edhe për shikuesit, edhe të shikuesit bëhen psikoanalist, t'i din ata vetë një zgjidh problemet. Si i shembull i vogël, nuk i kem guxim i thon dikujt tjetër, çka bëjmë me vetin, t'i shënon një copë letër, gjitha to mos ke psikoanalist, i lexon vetës atë që ky edhe i tret. Dhe ashtu i mësua mu karkua me bisedua gjanë që i bëjmë me vetin ton. Faleminderit, e Zoti ju ruajt kundojini. Sot folëm për një nga tema më thelbësore që prek çdo familje, ndikimin që ka sjellja dhe komunikimi brenda shtëpisë në shëndetin mendor të fëmijës. Në një botë të gjithnjë e më të zhurshme, gjithnjë më kërkuese, fëmijët tanë nuk kanë nevojë për prindër të përsosur, por për prindër të pranishëm, të ndjeshëm dhe të vërtet. Ju falenderojmë që qëndruat me ne deri në takimin ton të radhës, qëndroni të kujdesshëm. Mirupafshim.